26 nëntor. Jezusi lutet për ne. Prandaj edhe mund të shpëtoj plotësisht ata që me anë të tij i afrohen Perëndis, sepse gjithmonë ron që të ndërmjetësoj për ta. Hebrejve 7:25. Ky varg thot se Krishti është në gjendje të shpëtoj plotësisht, përjetësisht, përderisa ai gjithmonë ron që të ndërmjetësoj për ne. Me fjalë të tjera, ai nuk do të ishte në gjendje të na shpëtonte për jetë, dhe se nuk do të vazhdonte të ndërmjetësonte për ne për jetë. Kjo do të thotë se shpëtimi ynë është po aq i sigurt sa dhe pashkatrueshmëria e priftërisë së Krishtit. Ja pse kishim nevojë për një prift shumë më të madh se çdo prift njerëzor. Hynia e Krishtit dhe ringjallja e tij prej së vdekurish sigurojnë priftërinë e tij të pashkatrueshme për ne. Kjo do të thotë se nuk duhet të flasim për shpëtimin tonë në terma të ngurtë siç flasim shpesh, sikur unë të kisha bërë diçka me një akt vendimi, dhe që Krishti bëri diçka një herë kur vdiq në kryq dhe u ringjall, dhe kaq është e gjitha. Jo, nuk është kjo e gjitha. Edhe sot po shpëtohem nga ndërmjetësimi i përjetshëm i Jezusit në qiell. Jezusi është duke u lutur për ne, dhe kjo është thelbësore për shpëtimin tonë. Ne jemi shpëtuar përjetësisht nga lutjet e përjetshme, Romakëve 8:34, dhe nga mbrojtja e përjetshme, e para e Gjonit 2:1, e Jezusit në qiell si kryeprifti ynë. Ai lutet për ne, dhe lutjet e tij marrin përgjigje, sepse ai lutet në mënyrë të përsosur, mbi bazën e flijimit të tij të përsosur.